Policia serbe është përleshur me një turm të madhe protestuesish antiqeveritar që kërkojnë zgjedhje të parakohshme dhe fundin e sundimit 12 vjeçar të presidentit Aleksandar Vučić në kryeqytetin e Beogradit. Një det prej 140.000 protestuesish u mblodhën në qytet, pjesëmarrja më e madhe në muajt e fundit, ndërsa demonstratat e udhëhequra nga studentët ushtrojnë presion mbi qeverinë populiste. Duam zgjedhje, prohoriste turma. Dhjetra persona janë arrestuar, ndërsa policia ka qelluar me gaz lotësielës dhe granata zhurmuese. Presidenti Vučić akuzoi protestuesit që bënin thirrje për zgjedhje si pjesë e një komploti të huaj që përpiqeshin të uzurponin vendin e tij. Ata donin ta rrezonin Serbinë dhe kanë dështuar, shkroi ai në faqen e tij në Instagram. Të premten, 5 persona u arrestuan të akuzuar për komplot për të përmbysur qeverinë, sipas një deklarate nga Gjykata e Lartë e Serbisë në Beograd. Pas përleshjeve, ministri i policisë dënoi ashpër dhunën nga protestuesit dhe tha se përgjegjësit do të arrestohen. Muaj të tërë protestash në të gjithë vendin, përfshirë mbylljen e universiteteve, kanë tronditur Vučić. Mandati i dytë i cili përfundon në vitin 2027, kur janë planifikuar dhe zgjedhjet parlamentare.